Ja, jemi rikthyer kështu në studio, jeni duke ndjerë kur drejt për drejt programin e mëngjesit këtu në radio televizionin Dukagjini. Është koha për bisedën në studio. Unë ju kam informuar që në fillim të emisionit se në studio me ne do t'jetë zotri Urim Gjeravina, koordinator rajonal, për fushatën e cila do t'jetë me 24 maj ta pastrojmë Kosovën. E kemi ftuar të flasim për fushatën përgjithësi. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe, zotri Gjeravina. Mirë mëngjesi, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Ju kemi ftuar të flasim për fushatën ta pastrojmë Kosovën, e ne këtu në qytetin tonë ta pastrojmë pejen për një ditë. Fillimisht do doja ta ndjekim së bashku promon që shikuesit do ta kenë më lehtë dhe më afër ta kuptojnë se për çfarë e kemi fjalën këtë bisedë me zotri Gjeravinën. Ju lutem. Ta pastrojmë Kosovën. Ja, kjo ishte pra promoja, shikuesit patën mundësi ta ndjekin. Tani do të bisedojmë me zotri Urim Gjeravinën, koordinator rajonal, për fushatën ta pastrojmë Kosovën. Zotri Gjeravina, ta pastrojmë Kosovën, kjo fushat tani ka kaluar është bërë tradicionale. Është në përgjitha qytetet e Kosovës, po ne do të flasim për qytetin tonë. Fillimisht na flisni për fushatën, pastaj për përgatitjet që janë bërë. Fakt, dita 24 majit, dita pastrimit Kosovës, pak shumë është duke u zhvilluar në një tradit, dhe në këtë rast do të flasim për komunën e Pejës, dhe desha t'ju tregoj se si ka rrjedhë ideja pastrimit në një ditë. Një grup entuziastësh në Estoni, në vitin 2008, janë organizu dhe brenda një dite kanë pastru Estonin. Dhe kjo ide është shpërndar në përballë si një lloj epidemie, ku edhe Kosova është infektuar me këtë epidemi, dhe për herë të parë Kosova është organizu vitin e kalum, më thonë vitin 2012, ku mund të them se ka rezultu mjaft i suksesshëm. Iniciativa ta pastrojmë Kosovën zhvillohet në kuadër të lëvizjes globale Let's Do It, Let's Do It World, në këtë rast për Kosovën është Let's Do It Kosova. Do të thotë vitin e kaluar ka qenë mjaft i suksesshëm, pasi që janë mbledh me tona mbeturina vetëm për një ditë, e si do t'ishin edhe disa ditë tjera. Zotri Gjeravina, janë bërë përgatitjet për ditën e 24 majit. Janë bërë aktivitetet të cilat do t'i ndërmerrni atë ditë. E përmendet në fillim vitin e kaluar në komunën e Pejës janë grumbulluar diku 305 tonelata mbeturina të përzgjerat ngurta dhe organike. Nuk mjafton një ditë për pastërti nevojitet çdo ditë, çdo moment i jetës tonë. Dhe shpresojmë që edhe këtë vit do të kemi një sukses, t'i largojmë mbeturinat nga vendet ku nuk e kanë vendin, ku nuk duhet jenë, dhe t'i dërgojmë aty ku duhet, në deponinë qendrore të komunës. Si vetë janë bërë përgatitjet, duke pasur edhe përvojën nga viti i kalum, si vetë e kemi pak ma lehtë, sepse vetëm e dim procesin, dhe desha të falenderoj shumë aktivistës apo koordinator të grupit, që me punë vullnetare gjenë kohën, mundin edhe përvojën e tyre ta shprehin në organizimin e ta pastrojmë Kosovën, këtë rast ta pastrojmë Pejën. Cile qëllimi vetëm sa po dihet, ka ndoshta edhe ndonjë fokus të veçantë që Peja të pastrohet, edhe kjo le të jetë një
themi një vedisim, edhe pse qytetarët e dinë se pastërtia është e nevojshme dhe domosdoshme, po cilat janë objektivat, pjesët ku si mendoni ta shtrini këtë aktivitet? Objektivi kryesor është grumbullimi i mbeturinave, siç e thash, në vendet, nga largimi i tyre nga vendet ku nuk e kanë vendin. Keni parapar cilat do t'jenë ato vende ku do të bëni grumbullimin? Po. Objektivi është komuna pastër, qyteti i pastër, edhe çka punojmë më së shumti në drejtim është vëdësimi i qytetarëve për një mjedis të pastër. Siç e thatë, e kemi bërë evidentimin, 4 grupe kanë punuar gjatë 2 ditëve, kanë shëtit, çdo pjesë të komunës Pejës dhe kanë evidentu ku ka deponi ilegale, po ku ka edhe mbeturina të shpërndara në përhapësirë. Është bërë evidentimi i tyre dhe në bazë të tyre kësaj evidence edhe organizohen grupet e vullnetarëve për pastrim. Për të pastruar qytetin e Pejës në një ditë, sigurisht se duhet edhe një numër i madh i njerëzve që duhet kyçen në këtë aktivitet. Cilat institucione do të marrin pjesë në Ta pastrojmë Kosovën, këtë rast Ta pastrojmë Pejën për një ditë? Kjo fushat është një fushat gjithë përfshirëse, është gjithë qytetarëve të komunës së Pejës, janë të përfshira pothuajse gjitha institucionet komunale, që nga kryetari i komunës, që kemi një përkrahje shumë të madhe, nga stafi i komunës së Pejës, institucionet të ndryshme që veprojnë në komunën e Pejës, të gjitha shkollat fillore, të mesme, si dhe 2 universitetet që janë në Pejë, qytetarë apo grupe të ndryshme të interesit që veprojnë Pejë, organizata jo qeveritare, bizneset të ndryshëm, po edhe grupe të qytetarëve që janë vetë organizu edhe janë lajmëru se janë gatshëm të japin një kontribut vullnetar për pastrim. Do t'jetë aty me ju sigurisht se edhe ndërmarrja publike ambienti, pasi që përveç grumbullimit ata do të bëjnë edhe bartje. Po. Pa përkrahen edhe kontributin e kompanisë publike ambienti, kjo fushat nuk do të kishte sukses fare. Mund të them që një punë shumë të madhe kompania ambienti e zhvillon, sepse gjitha deponit e identifikuara, deponit ilegale po flas, do të eliminohen nga punëtorët e kompanisë ambienti. Ndërsa qytetarëve i mbetet deponit të vogla, po dhe mbeturina që janë të shpërndara në përhapësirë. Kështu që ambienti kryen një punë shumë të madhe. Po. Ndoshta, siç e dinë gjithë, ambienti ka një problem shumë të madh pasi që deponia e qytetit të Pejës tashmë sa vite i ka kaluar afati, urojmë që të bëjnë një deponi të re apo t'i gjendet çarja kësaj të vjetrës. Fakt është një problematik shumë e madhe, jo vetëm në Pejë, po në tërë Kosovën, deponit. Deponia faktikisht e Pejës që ka kalu afatin edhe është sërmbushur me mbeturina. Duhet gjendet ndoshta si përkohësisht një alternativë, një vend tjetër për deponimin e mbeturinave, por ideale është që të gjenden mundësitë e riciklimit të mbeturinave në forma të ndryshme. Kjo do të ishte ideale për Pejën. Atë shpresojmë që tjetë. Përveç ndërmarrjes publike ambienti, shkollave, përkrahje keni nga institucionet tjera, pastaj është e nevojshme edhe policia tjetë atë? Aktivitetet tona bashkëndohen gjithashtu edhe me Policinë e Kosovës, edhe me Forcën e Sigurisë Kosovës. Edhe vitin e kaluar kemi pas një kontribut nga ta, po edhe si vjetë kemi zhvillu kontaktet, i kemi bashkëndit aktivitetet. Policia e Kosovës do t'i siguroj rrugët, sidomos rrugët magjistrale, ku grupë nxënësish apo qytetarësh do t'jenë në pastrim atë ditë. Kështu që do isha lutë vozicat që atë ditë qarkullojnë për rrugët e Kosovës të kenë kujdes shumë, sepse ka fëmijë për rrugë. Dhe
edhe policia ndihmon në këtë proces, por për bëni apel kështu posaçëm vozicave për atë ditë. Do të thotë edhe policia do t'jenë me ju, po përkrajen nga institucionet komunale, nga kryetari i komunës, keni patur për këtë fushat? Po, edhe vitin e kaluar, edhe si vjetë, kryetari edhe stafi tjetër komunal janë të kyshur drejt për drejt në organizimin e aktiviteteve. Shumë drejtore dhe punëtor të administratës janë në ekipin koordinues, edhe kemi një përkrahje të fuqishme prej komunës së Pejës. Vitin e kaluar nuk kemi pas ndonjë përkrahje financiare, absolut. Si vjetë e kemi bërë një kërkesë dhe na është përgjigjur pozitivisht edhe kryetari i komunës me një përkrahje simbolike financiare, për t'i mbuluar disa domosdoshmëri zhvillimit të aktiviteteve. Atër kur jemi tek mbështetja financiare, kush tjetër ju ka ndihmuar në këtë fushat? Në nivelin lokal, jo shumë. Shumë biznese nuk kanë përgjigj ftesës tonë, edhe pse mund të them që shumë biznese janë edhe ndos të mëdhenj të ambientit, por përkrahja vjen nga institucionet qendrore, vjen nga Ministria e Mjedisit dhe planifikimi zhvillimor dhe nga institucionet të ndryshme. Ambasada norvegjeze është një përkrahje shumë e madhe e iniciativës Lesdujt, që dhe falenderoj me këtë rast. Gjithashtu ka vitin e kaluar ProCredit Bank na ka ndihmuar në këtë proces, si dhe disa organizata të ndryshme që kryesisht janë në Prishtinë. Është e nevojshme mbështetja financiare, po ashtu edhe mbështetja me njerëz. Do t'jeni shumë me 24 maj? Po, do t'jemi shumë, sepse ka një interesim shumë të madh të qytetarëve për të kontribuar do t'jenë vullnetar, një ditë t'ju bashkohen ata? Po, gjithë ata kanë shpreh gatishmërinë edhe kanë shpreh vullnetarizmin e tyre për të jetuar në një ambient të pastër. Numri nuk mund të jetë eksakt, por në Pej kemi 23.000 nxënës. Të gjithë ata do të marrin pjesë. Është një ditë pune, nuk është ditë pushimi për nxënës, është ditë pune, po dita e punës zhvillohet me aktivitet të pastrimit. Si thashë, do të jenë studentët e dy universiteteve, Universitetit Publik Haxhi Zeka dhe Universitetit Dukagjini, do të jenë stafi komunal, do të jenë vullnetar nga organizatat e ndryshme të jo qeveritare, do të jenë grupe të ndryshme të grupeve të interesit, por do të jenë edhe vetë qytetarët që do të dalin në organizim të bashkive territoriale dhe lagjeve të tyre, do të dalin para shtëpive të tyre, lagjin e tyre të pastrojnë. Kështu që numri nuk është eksakt, por në përgjithësi mund të themi që do të jetë mbi 30.000. E rëndësishme është të dilet atë ditë me 24 maj edhe të pastrohet qyteti i Pejës. Spaku një ditë në vit jemi gjithë bashku për të mbrojt, faktikisht për të mbrojt mjedisin. Le të jetë pra ky edhe një lloj apeli apo kërkese që qytetarët të dalin dhe nuk ka nevojë të presin ftesa, ata mund të jenë pjesë e fushatës ta pastrojnë Pejën në një ditë. Ne jemi të vetëdijshëm që mjedisi i pastër nuk mund të mbahet me një ditë. Sepse përveç 24 majit i kemi edhe 365 ditë tjera. Dhe unë i apeloj gjithë qytetarët që ta pastrojmë Pejën edhe ta pastrojmë Kosovën çdo ditë, jo vetëm me këtë ditë. Pastrohet Kosova çdo ditë, të mos i hudhim beturinat aty ku nuk duhet. Fatmirësisht, kohëve të fundit, në për tërë hapësirën e komunës Pejës, po në Kosovë po flas, i kemi vendit ku duhet hudhim beturina, i kemi konteneret, i kemi shportat në për rrugë të ndryshëm. Po ashtu i kemi edhe shportat në për shtëpia. Mos i hudhim në rrugë, e marim një copë letër apo një shishe plastikës, nëse nuk ka shport apo kontenere, marim hudhim në shportat familjare. Zotëri Xheravina, prej vitit kaluar
mendoj prej kësaj fushate, kësaj nisme që është bërë deri tani, si e keni vrejt, qyteti duket më i pastër, nuk do thotë që vetëm në një ditë vetëdijsimi vetëm sa është rritur. Vetëdijsimi është ngritur, edhe pse me hapa të vegjël. Vetëdijsimi kërkon një proces, edhe kërkon një kohë. Nuk mund bëhet vetëdijsimi për një ditë apo për një vit, i nevojitet pak kohë. Atë që mund të them që është e matshme, është krahasimi me vitin e kaluar. Vitin e kaluar kemi pas më shumë deponi ilegale, sikur krahasim me kësi vjet. Më thonë, janë identifiku më pak deponi në krahasim me vitin e kaluar. Edhe një indikator tjetër në këtë drejtim është që tani kemi më shumë vullnetarë që janë paraqit të bashkangjitën fushatës se sa vitin e kaluar. Kështu që mund të them lirisht që vetëdijsimi ka fillu të ngritet brenda qytetarëve. Mirë, zotri Gjeravino, të përshëndes, të falenderoj që ishe këto minuta me shikuesit e televizionit Dukagjini. Ne do t'jemi sigurisht me 24 maj në qytet për të parë se si po pastrohet qyteti i Pejës dhe sa shumë mbeturina janë mbledhur atë ditë. Ju falenderoj dhe uroj punë të mbarë. Ju falenderoj juve për ftesën, ju falenderoj juve që na dhat mundësinë që t'i shprehim qytetarëve dhe t'i informojmë qytetarët për këtë ditë. Pra them, me 24 maj të premten, fushata zyrtarisht fillon në ora 10 dhe përfundon zyrtarisht në ora 14. Por ju qytetarë nderuar mund të kontriboni, të filloni edhe më herët, po të përfundoni edhe më vonë se ora 14. Dhe ju kisha lutur, ju kisha apelut që gjithë dalim në pastrim. Gjithë të pastrojmë para shtëpisë tonë, para vendit të punës, apo në vendet ku jetojmë, dhe aty mjafton kontributi i gjithë qytetarëve, edhe Peja do t'jetë e pastër. Faleminderit edhe herë. Faleminderit për pjesëmarrje. Teleshikues të nderuar, ja ishim kështu në bisedë drejt për drejt me zotri Urim Gjeravinën, koordinator rajonal për fushatën Ta pastrojmë Pejën në një ditë, e cila është fushatë në kuadër të Ta pastrojmë Kosovën. Ne do ta vazhdojmë programin e mëngjesit me muzikë për t'u rikthyer më pastaj me tema të tjera. Ta pastrojmë Kosovën.